Denis Zmiani u shpall kampion me ekipin Shoqata Regionale e Futbollit Shkodër, por fitoi edhe trofeun e goloshenuesit më të mirë, 2 trofe sot urime. Faleminderit, me thënë drejtën është kënaqësi sepse hera parë që bëhet ky kompeticion, ka shku gjithçka në mënyrë perfekte, edhe ka qenë kënaqësi, me thënë drejtën, edhe një herë konfirmon Shkodra që jam ka të quhet djepi i futbollit, se kena pa se çfarë rivalitetit ka pas, edhe pse unë nis si një diçka rektuese, ka pas shumë rivalitet dhe mund ta thoj me plot gojë që tanë kanë kampiona, të fillu për e Spitali, të gazetarët, të Shoqata Regionale, veteranët po, universiteti, tatimet, OSHE-ja, gjithë ekipet pra po t'i marrim, gjithë secili, vetë fakti edhe bashkia po ashtu, pra vetë fakti që në javë të fundit është vendos se keni pa dhe jo është vendos se katërshja deri në momentet fundit ka qenë e diskutueshme. Kjo tregon që ka qenë diçka shumë e bukur, shumë argëtuese edhe për mua është kënaqësi, për sa i përket trofeut të ndaj me shokët, sepse kuptohet shokët e skuadrës aty ne ja dedikoj. Kur ke kolegë të mirë, kur ke shokë që të suportojnë, është shumë më thjesht për me shënu gola. Shumë tension finalja sotme. Në veçantë ju ishit pak sa problematik me arbitrat. Janë gjithmonë emocionet e lojës edhe patjetër egoja gjithmonë kur hin në fushë ke qef me fitu dhe ty kanë me lujt me vllajën tënd, ke qef me fitu aq më tepër në kompeticione të tilla, por besoj që e përgjithshme ka qenë mirë dhe urojmë që të vazhdojnë këto traditë, por jena të lumtur sepse him në histori, sepse është hera e parë. Edhe do të mesi një kujtim i bukur për ne. Denis Zmiani, ju munguan trofet në rinin tuaj, por i merrni tash me 2 madje sot si veteran. Nuk më kanë mungu dhe në rini, me thënë drejtën që ishte moshet i në shpall kampion gjithmonë, por ndoshta ja një karrierë e gjatë edhe jo shumë trofe. E kena shiu shumë si trajnera, por prep kur i kthehet edhe një herë në aspektin personal, është shumë e bukur për mi tana, me thënë drejtën kur let përballë Hysen Zmianit e legjendave tjerë, trofeu më i madh jashtë, pra s'ka rëndësi rezultati kur let përpara këtyre figurave që i kanë dhënë kaq shumë futbollit shqiptar. Nuk ka shumë rëndësi rezultati, është satisfaksioni dhe kënaqësia që i marrim, mi tana. Një sfidë edhe brenda familjes Zmiani. Pa gjithmonë tradita vazhdon dhe është gjithmonë kënaqësi. Denis, keni shënuar 30 gola. Cili është goli më i bukur për ju në këtë kampionat? Ka disa gola që janë bukur, me thënë drejtën në kalçeto është shumë e rëndësishme edhe aksioni. Por mund ta veçoja golin golin e 5 me Spitalin që ka komentuar kolegu juaj Gjergj Kolla, shumë bukur dhe ai ishte një gol domethënë i bukur. Faleminderit, suksese Denis. Arka Zmiani do të vijojë të jetë në këtë kampionat para drejtimit të klubit Shkodra? Po shpresojmë se janë të luajë deri në 60 vjeç, kështu që i kanë edhe 20 vjet kohë. Jo, faleminderit shumë. Sukses.